një 13 vjetor i pavarësisë është kremtuar paraditën e kësaj të premteje, edhe në Fier në një atmosferë festive kuqezi. Në ceremoninë e rastit ishin të pranishëm autoritetet më të larta vendore, deputet, përveç cenoklosit dhe drejtueses politike të qarkut Belinda Balluku. Ceremonia e ngritjes së flamurit u shoqërua në tinkujt e bandës frymore të qytetit, me vendosjen e kurorave me lule pranë memorialit historik të ngritjes së flamurit, ndërsa në fjalën e tij përshëndetse, kryebashkiaku Armando Subashi vlerësoi sakrificat dhe guximin e të parëve tanë në luftën e tyre për liri. Edhe këtë herë, opozita nuk ju bashkua ceremonisë festive me rastin e ditës së pavarësisë. Dita e shpalljes së pavarësisë u përkujtua para ditën e 28 nëntorit, edhe në sheshin kryesor të qytetit të Divjakës. Morën pjesë qytetarë të shumtë, nxënës shkollash, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe përfaqësues të besimeve fetare. Të pranishmit u përshëndetën nga kryetari i bashkisë, Josif Gorea, si dhe përfaqësuesi i kishës ortodokse, At Pandelisota. Është kënaqësi e veçantë për mua që të uroj këtë festë, të ngrej këtë flamur, që për mua ngjelet festa më e madhe e Shqipërisë moderne. Kemi fatin e madh që ai flamur, ai plak i moçë, ai njeri i madh i asaj dite të shënuar, kaloi edhe pranë kësaj trevës tonë. Një trevë e cila në histori ka treguar veten qëndrueshmëri, guxim dhe urtësi. Dhe sot në këtë ditë të bekuar të Zotit, kam fatin e madh që atë flamur e ngrita bashkë me Stavrin. Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit dhe përshëndetjeve të rastit, pjesëmarrësit ndoqën një koncert të organizuar nga Qendra Kulturore Divjak.